Pastaj është edhe një hapësirë për qytetarët, që me të vërtet protestat kanë një rëndësi shumë madhe, për faktin që po marrim një shembull që rritja e pa argumentuar korruptive e çmimit të nafs, pra në çdo vend të qytetëruar do të jenë qytetarët ato që dalin pa i thirrë politika, duke treguar zemërimin e tyre, pakënaqësinë e tyre, mos ta pranojnë këtë Dhe një moment kur dhe opozita mund përfitoj po ashtu nga kjo rritje në masë pakënaqësisë ndoshta ekonomike. Po diskutim që po, opozita nuk është thjesht një përfituese në aspektin e kapitalit politik, por është një institucion që do të marrë peshë, që do ta mbrojnë këtë interes të publikut, dhe kjo besoj që edhe data 22 është një datë simbolike, 22 marsi është fitoria e pluralizmit djathtës para në 92-shën, për para disa viteve. Është një fest që i jep njerëzve një lloj edhe optimizmit për të ecur përpara, që jo vetëm besimin në Zot, por do të kenë edhe një besim edhe te politika, se kjo i ndryshon fatet e vendit, ka përgjegjësinë, ka mëkatet e veta, dhe prezenca e qytetarëve jep një mesazh gjithsesilit për të riparuar veten në aspektin e përgjegjësisë dhe përgjegjshmërisë ndaj qytetarëve.